1 në 5 pacient në Poliklinikën e Fierit diagnostikohen me sëmundje tumorale të lëkurës, duke e kthyer këtë problem në një shqetësim serioz. Mjeku dermatolog Ermal Sina shprehet se në rritjen e temperaturave, mbi 50 pacientë të moshave të ndryshme paraqiten çdo ditë me probleme të lëkurës, si alergji, infeksione dhe sëmundje tumorale. Ndër faktorët kryesorë ai rëndit ekspozimin e pambrojtur në diell, frekuentimin e pishinave dhe ndotjen mjedisore. Është vënë re një shtim i rasteve të sëmundjeve alergjike të lëkurës dhe sëmundjeve infektive. Më tepër në grup moshat që janë të prekura, sidomos për sëmundjet infektive, janë tek fëmijët, grup moshat e fëmijëve parashkollor, sidomos, ndërsa për sëmundjet alergjike janë përhapura në gjitha grup moshat. Ajo që është një fokus i veçantë për sëmundjet tumorale të lëkurës, pra kanceri i lëkurës, duke qenë se shtuar ekspozimi në diell dhe ndotja atmosferike ka bërë të vetën vjet re një rast i shtuar i sëmundjeve tumorale të lëkurës. Piku i diellit, pra rreth orës 11-12 deri në orën 4-5 mos ekspozohen në diell. Të përdorin kremrat fotombrojtës. Të evitohen pishinat, se pra aty është vënë re një shtim i numrit të rasteve me sëmundjeve infektive, ju të ketë një çik kujdes për këto grup mosha. Grup moshat e mëdha, sidomos, të moshuarit, patjetër të evitohet piku i diellit. Sina thekson gjithashtu se gjatë sezonit veror pacientët nuk duhet të vetë trajtohen në farmaci, por të konsultohen me mjek specialist, pasi çdo problem i lëkurës kërkon diagnozë dhe trajtim specifik. Një këshill e veçantë është dhe për mjekimet, që mos shkojnë drejt në farmaci për të marrë mjekime, por bëjnë vizitën tek mjeku dermatolog dhe të marrin kremrat e posaçme. Ai shtoi se ndotja në zonat e naftëmbajtjes ka ndikuar në rritjen e rasteve me sëmundje të rënda të lëkurës dhe apelon që çdo ndryshim në nishane si forma, ngjyra apo madhësia të drejtohen menjëherë tek mjeku specialist. Përket sëmundjeve tumorale, duhet të ketë një kujdes veçantë për çdo lloj problemi të lëkurës. Nëse vënë re një nishan që ndryshon ngjyrën, duhet patjetër të bëjnë një vizitë tek mjeku dermatolog. Në këtë periudhë të verës, mjeku këshillon shmangjen e diellit gjatë orëve të pikut dhe përdorimin e kremrave mbrojtës për të parandaluar dëmtimet e lëkurës.